Këtu është horoskopi i premte 14 mars 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Mos i nënvlerësoni njohurit tuaja, takimet e reja janë të rëndësishme. Në këtë periudhë mund të filloni të vlerësoni mundësitë e shkëlqyera për të ardhmen. Dashuri të reja të preferuara. Demi. Mirë, por ju duhet të bëni një zgjedhje pune dhe në disa raste do të jetë më mirë të menaxhoni një problem të parave. Për ndjenjat ka shumë për të thënë, takime të reja. Binjaket. Zgjedhje të rëndësishme do t'ju vendosin në gjendje të merrni shumë projekte nga vendi. Mundësi për ata që kërkojnë dashuri. Gaforja. Jeni nervoz që në orët e para të ditës së sotme, ndaj këshilla është të shmangni konfliktet. Shanset janë që po kërkoni një biznes të ri, ose thjesht po ktheheni në lojë. Luani. Sot ju jeni të prekshëm nga argumentet dhe nëse dashuroni dikush ju merr me kokë mund të përgjigjeni keq. Tensionet në punë. Virgjeresha. Nëse në këtë periudhë jeni duke vlerësuar mundësi të reja për muajt e ardhshëm, nuk keni gabim. Në dashuri mund të bëni projekte të rëndësishme. Peshorja. Ka të ngjarë që këto ditë ka më shumë shpenzime për shtëpinë, disa detyrime të papritura, nervozizmi rritet edhe në dashuri mund të ketë grindje. Akrepi. Ju do të keni një ngarkesë të madhe energjie që mund ta përdorni në kohën e lirë, gjithashtu mund ta përdorni për të mbyllur situata që nuk ju interesojnë. Favorizoni kontaktet me të tjerët dhe dashurinë. Mos u ndjeni fajtor për atë që lini pas, duhet të fokusoheni në mundësi të reja. Shigjetari. Në dashuri jeni shumë më të fortë, mund të organizohen shumë gjëra. Në punë duhet të mendoni për një projekt të mirë për të nisur. Britsjapi. Në punë gjërat po shkojnë mirë, por ndoshta ju e keni gjetur veten përballë një armikut, dikujt që është përpjekur të vendosë një çelës në punë dhe tani duhet të përpiqeni të kompensoni kohën e humbur. Ujori. Do të keni disa dyshime të vogla në lidhje me kontratat, transformimet profesionale që do të ndodhin me kalimin e javëve dhe muajve. Peshqit. Një ditë plot ide, mundësi, ju mund ta propozoni veten në një mënyrë fituese. Kushtojini vëmendje shpenzimeve dhe shmangni goditjet me kokë, veçanërisht në jetën e dashurisë. Dita është premtuese edhe e mirë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Ditën e mirë.